Besoj se fillon e peshon kur ti shumë energji negative. Unë kam dhimbje kurizi. Ku ta vej kapelen mërdar? O, si e kap direkt, nuk e lëshon të fare. Jo, s'lem gjo më rënë tokë. O, qa jefti. Soni Elvis të agaj. Shishe, double. Qa donë? Si the? Një shishe ujë dhe? Livia, mund ta bjalli një cigare? Po. S'kam qatë me. Faleminderit. Lutem. Oj, mori era gjitha. Sepse çmimi për të pagu si isha. Çmimi për të pagu është fakti që unë nuk jam asa më e fmaj me mos. Unë nuk jam 100%. E diti që unë gjithmonë kam pas qef të hap një brand me shkrime tilla. Po, Gjithmonë. Po thjesht nuk e di sepse se kam marrë asnjëherë atë iniciativën që ta vazhdoj, t'jap ide, gjëra. po kështu kapelen këtu, lateral? Tani hajde konkretizoj. Bo, ke palle unë. S'di ta bëj.
brendshme dhe materiale. Edhe, pra kam bërë shumë punë në kontakt me njerëzit. Edhe çdo njeri, jo çdo se moment varet, ka një ditë që si e mirë, ka një ditë që si e në formë, ku diun, po. Shumë njerëz për këtyre që unë kam taku, i kam transmetu pikërisht këtë, domethënë, gjithë secili prej nesh i transmeton. E më thuj në gjë të çuditshme për Italinë që se din as italianët ose që se eksplorojnë dot. Hajde se të kapa. Kjo është pyetje shumë e vështirë. E bukur është. A shumë e bukur. Por nuk është nga ato pyetjet që ti përgjigjesh automatikisht nëse Po një gjë të vogël më jep mua, qof dhe një story, një nuk e di. Që e kenë lëkur. A di pse është e vështirë, po ta shpjegoj. Se e tha edhe vetë, kur e fillove të thonë për Italinë. Italia si Itali është për mendimin tim një iluzion. Është nuk është reale, nuk ka qenë kurrë reale, sepse Italia historikisht nuk ka qenë kurrë një. Po. Edhe, pra, është jo e vështirë, pa mujton, për shembull, identiteti, që të jetë një identitet, që të ketë një identitet, Shqipnia për shembull e ka. Shqipnia për mendimin tim e ka një identitet. Identitet politik ka, se s'ka identitet, tamam. Po politik. Çdo zonë ka tabiatet e veta. Po në Itali është shumë azi me sa kam pa unë. Për shembull Shkodra thonë hep sfare, të shkosh të japësh men ose kështu, se ka gjithë atë konceptin e vet. Edhe s'kan faj. Po Italia më azi, ma beso. Se Italia imagjino, po të bëj një shembull ekstrem, po çfarë lidhjet mund të ketë një italian Trentino, nga Trento, me një italian nga Ragusa. E po puna është që ato ja njohin njëri tjetrit diferencën dhe vlerën, kështu që ato ndihen shumë të sigurt. Tani bëhet fjalë për një komunitet tjetër që është emigrimi që je ti. Po. Çan do ndërtosh ti një substancë që të bësh një diferencë, që të gjithë këta ta kthejnë syrin nga ty dhe të kanë diçka për të marrë në atë pikë që të ndjehen inferior, se kjo është gjithë bukuria. Po ta kisha ditë. Kjo është loja. Po ta kisha ditë, e kisha bë diferencë, si duket tala nuk e kam. Për shembull, ti mund të jesh një emigrant krejt i çuditshëm që megjithëse ke gjërat ekzistenciale për të bërë, ti rrëmon nëpër historinë italiane të transformimit të mbretërisë në shtet modern. Si ka ndodhur kjo dhe me çfarë krimi është bërë? Kot, për qef ti e gërmon këtë. Edhe del ke kjo femra që kanë bërë një film për këtë, po e kanë bërë kështu pak shkeleshko. Ose del ke një subjekt tjetër, se unë si di gjitha. Po aty në Itali duhet ketë libra siç ka në Francë që janë të vjetër, që t'japin indicion. Edhe se në fundit kjo që quhet distortion anglisht, shpërputhje, e shpirtit me qenjen, e ka një arsye që s'është vetëm emigrimi, se ti emigrove se dhe këtu ishte ky problem. Kjo distortion ti do kavash një fije, edhe mund bëhet e jashtëzakonshme. Se e di, ti ke dy gjëra i herë. Je diskret, je i fshet. Edhe ke dhe paknajsi. I ke të dyja bashkë. Paknajsi dhe diskresion dhe paknajsi. Sepse në një farë mënyrë ti ke kumulu kërkim, po nuk ke qa dot me substancën personale në komunikim. Se ajo ta ndërton egon pastaj. Kur substanca personale çan komunikimin me një piket që vlen për tjerët, qoftë edhe për një grup, atëherë fillon të ndërtohet ajo, se ke ku mbahesh, është lidh fija, është lidh. Se ti ke bërë role që më thaj që janë shumë të mire kështu, po as kjo ty pas ka knaq. Nuk të knaq roli, ti do taten. Ti do taten. Po, do taten, se ka shumë njerëz që thonë unë jam aktor dhe është gjithçka për mua. Mund tjetë, për shembull Jeremy Irons si aktor, jam e bindur që është i përmbushur edhe je m'en fous, çka kokë për gjë tjetër. Mendoj unë nga jashtë, ndoshta edhe nga që jam dhënë rolet një peshë shumë të madhe. Një peshë shumë të madhe. Kishin dhënë role. Një peshë. Po ke ky filmi për shembull ti kishe rol kryesor, si se pa. Kim ka përmush për shembull. Po nuk është pak, ë? Jo. Të kesh në një film. Në kjo ka aktor koleg që nuk më rrin kur më e mbas edhe një rol si ky.
Dhe është e çuditshme që as kjo ty nuk të ka ndërtu një shëndet kënaqësie, shëndet kënaqësie. Po nuk kam mjaftueshëm për atë që mendoj unë, çfarë mendoj, po. Unë mendoj për vetin. Do me thënë, ajo ku ti e hudh është shumë e largët. Du gjithmonë me kalua, kupton? Po. Më thani, ve një objektiv, e mri, për shembull,